Armando Broja po kalon një moment shumë të mirë në Premier League. Pavarësisht se ekipi i tij po vazhdonte me rezultate negative radhazi, Broja po kalon një moment të mirë individual, teksa filloi që të merrte më shumë minuta në këmbë dhe realizoi një gol në ndeshjen kundër Bournemouth, e mbyllur në atë barazim 1-1. Broja arriti të shëndonte ndaj portierit të Serbisë, Petrovic, duke shpëtuar kështu trajnerin Scott Parker nga shkërkimi. Më pas trajneri është përbleu me 3 ndeshje radhazi të luajtura si titullar. Në ndeshjen e fundit kundër Newcastle, Armando Broja shkëlqeu me performancë fantastike, duke u përzgjedhur edhe në formacionin e javës së Premier League nga Who Scored, pavarësisht se nuk arriti dot që të shënonte në atë takim, por dhuroi një asist. Ndërkohë sot Broja ka luajtur sërish nga minuta e parë në humbjen kundër Burnley në shifra 2-0, por nuk qëndroi për shumë gjatë në fushë. Trajneri Scott Parker zgjodhi që ta hiqte shqiptarin në minutën e 64, duke aktivizuar në fushë Çouna. Shumë kritika erdhën për Parker në rrjetet sociale për këtë lëvizje, pasi Broja ishte praktikisht i vetmi sulmues i Burnleyt që kishte në dispozicion për ndeshjen e sotme. Fleming ishte dëmtuar dhe Foster ka shkuar në Kupën e Afrikës, ndërsa Çouna nuk është një sulmues pyk. Pra trajneri Parker bëri një zgjedhje tjetër dhe eksperimentoi, duke mos i pëlqyer rendimenti i Brojës në fushë për të hequr shqiptarin, duke bërë një eksperiment të dështuar. Zhgënjimi u pa qartë në sytë e Brojës, përtej pa fuqisë së tij për të ndryshuar rezultatin. Ai shkoi dhe ul në stol, ndërsa u pa qartë se ishte i zhytur në mendime për gjithë situatën që po kalonte te ekipi i Burnleyt. Ndërkohë në rrjetet sociale ka diskutime dhe tifozët mendojnë se Armando Broja po ushqehet me mbeturina, pra se ekipi i dobët i Burnleyt nuk arrin dot që ta furnizojë mjaftueshëm me pasime që Broja të ketë mundësi të shënojë gol dhe të jetë më efikas përpara zone. Ndërkohë pas kësaj humbje, pritet që trajneri Scott Parker të shkarkohet dhe një trajner i ri të jetë Burnley, pasi këta të fundit janë me një këmbë të rrëzuar në Championship. Aktualisht Burnley ndodhet në vendin e parafundit me 12 pikë në renditje, ndërsa vendi që të siguron qëndrimin në Premier League, atje ku ndodhet Nottingham Foresti, është me 18 pikë. Pra diferenca qëndron ende mes 6 pikëve, megjithëse Burnley ka 11 ndeshje që nuk ka një fitore në kampionat. Statistikat tregojnë qartësi se shkarkimi i Parker është shumë afër, pasi edhe kalendari nuk duket shumë premtues. Pas 4 ditësh, Burnley do të luajë në shtëpi kundër Manchester United, ndërsa ndeshja e radhës për ta do të jetë ajo kundër Liverpoolit në transfert. Megjithatë, objektivi i mbijetesës nuk është një mundësi e pamundur. Diferenca është vetëm 6 pikë, por ajo nuk arrihet dot me një trajner si Scott Parker.